kam votuar që orën 7:35 të mëngjesit e kam dhënë verdiktin tim si e ka e ardhmja e shqiptarit, si thot ajo Shqiptaria, edhe votën unë kam dëshirë që ta çoj aty ku unë kam besimin. Po pse Luan? Jo se s'kam besim. Pse Luan, sepse u dha këtë vit për diasporën mundësia që të votojnë nëpërmjet sepse harxove para dhe kohë për ta ardhur fizikisht për të votuar. Më interesojnë parat mua përpara të drejtës së votës time. Ligji, kushtetuta e shtetit shqiptar më ka dhënë drejtën që unë të votoj. Nuk e kisha dëshirën që të votoja nga shtëpia, mund të votoja siç e kanë bërë shumë të diasporës, por unë e kam dëshirën se çdo herë që është votuar, unë kam ardhur në Shqipëri si për bashkiakët, si për përgjithshmët kam qenë gjithmonë prezent. Edhe sikur e bëja edhe procesin nga shtëpia, por dua që ta shoh edhe ta vëzhgoj me mendimin tim. Siç e kam dëshirën unë, edhe kështu e bëra. Po shpresoj që të gjithë shqiptarët sot me këtë ditë të bukur, e pas ka bërë Zoti me gjithmonë një ditë të shenjtë, edhe si drejta i çdo shqiptari të shkojë të votojë edhe të japi verdiktin e tyre ku ato kanë mendimin e vet, ku ato dëshirojnë. Mos ketë as për mendimin e unë them edhe këtë tjetër. O Zot, mos ketë asnjë lloj problemi në kutitë e votimit, të jenë gjithë lirë e demokratik.